rasti me zotin Agim? Si ishte rasti? Agimi, me kemi qenë bashkë. Unë isha pedagogu, instruktori. Ka qenë në 24 nëntor të 72-shit. Ishte flotërimi... Po të ndërpresë, unë isha pilot me MiG-19 në Rinas. Po kësha instruktor me ne. Por më kërkuan 2-3 herë që të shkoja prap pedagog, Beharit dhe në Vlorë, dhe u bë një marrëveshje që njëherë në muaj do vija të fluturoja MiG-19 dhe pasaj do mësoja studentët. Dhe fluturimet i benim atje ku të ndërtohet aeroporti i Vlorës, në Pishporo. Atje i ben nga muaj 7-8 që fillonin shirat ktheheshin e vazhdonin fluturimet në Kuçov. Edhe ka qenë 24 nëntori 72-shit fluturimet e fundit, sepse ishte festa e nëntorit dhe ishte 60 vjetori dhe ndërpriteshin fluturimet në këto raste. Mbaruam të tyrën, kemi qenë shift bashkë me një shokun tjetër, a ishte mbrapa, unë me instruktorin për para. U futëm në rreth, quhet në rreth, mbasi detyrës, në rreth për të berë ulljen, sa u futëm në rreth, na u fik motori. Edhe instruktori, i dha instruktori instintivisht dorës para, edhe unë dorës gaz, dhe iku bosh dora e gazit, se nuk ishte gjiro. Raportoi instruktori kështu dhe u rrotullam për në aerodrom, më tha mua, beve primet hapë rotat shpejt. Mirë po, për të hapje në rotave të këtyre nuk ishte gjirot motori dhe nuk punon të sistemi hidraulik. Duhet hapeshin avari. Benje veprimet, pasaj benje veprimet e tjera për të hapur këto. Në momenti që duke berë këto veprime, erdhëm në tokë, u afram në tokë edhe rota e parë dhe rota e djathtë na u hapë, rota e majtë nuk arriti të hapë plotësisht. Edhe pasaj jemi ullur. Po si e ullur? E ullur kështu si duke qaluar? Ullur ashtu duke krau kap të në tokë, 260, 270 kap në tokë. Ta e të thujtë vërtetën. Fryka madhe dhe më. Po tash në këtë moment së majme. Se një. Nuk ishte kohë për të trembur. Nuk i but terreni të paktën, terreni but. Ullëm në dhe. Jo në pistë. Jo në pistë, po në dhe. Daluam në fund, unë pësova një gotë tjektë. Përfunduam në një kanal. Kështë një akoma, zotja Agim, apo jo? Fati marë që atje në Perëndi ishe një kanal. Para kanalit ndaluam. Qëndroi avioni atje dhe u gufos, ose si themi ne, nuk pati mundësi të marrë ajër, ndosha rodhi karburanti për s'mori flak. Rodhi si karburant. Ishe Fati Agimi, se unë e kisha gri. Edhe instruktorin kënë zori shpatullon, zori një shpatullon e djathtë. Nga goditja në tokë, ndërsa unë pësova një goditje këtu. Nese do zbrisim nga kabina, tani ajo kabina e parë, tani që e doreza nga mbrapa për të hapur. Ka një dorez, po është një krap bosh. Te ky krap bosh, mua më kishte rënë siguresa e katapultit. Siguresën e katapultit, piloti e fuste tek rripi. Kur ishte në tokë avioni, vendose te siguresa. Hipte piloti për në hajër, hiqe ajo dhe vendose te rripi. Nga goditja, ky rrip më kishte rënë atje dhe sapnja do të dorezë, sapnja do të fanarin. Dhe ngrijem një gjunjë edhe kthejmë mbrapa nga instruktori. Kam qenë edhe i vogël atëherë, mi i vogël. Shikoj instruktorin kësë të rritet do të fanarin nga shpatula. Edhe në këtë kohë erdhën edhe teknikët e tjerë, tërë dollëm nga kabina. Ushtruam disa... Dhe shkelën mbi karburant. Edhe shkelën mbi karburant dhe u larguam me një. Pra s'kish marrë flak avioni. Nuk mori flak. Disa ditë spital, besoj, me siguri. Shkuam në spital në Berat disa ditë. Atje u kënaqë. Disa ditë. Jo, keni marrë fletë kampi pasaj? Jo. Ishte dimër. Jo, po unë u ktheva prapë. Ky iku në Rinas, unë vazhdova fluturimet, mbarova problemet. Unë mbarova detyrën, aq kisha. Aq që të rëzoshtin. është një shumë e thjeshtë, të reguar. Ka ndodhur dhe kjo dhe më. Bile tani me ajo, tjetra ishte se mbasi dollëm nga spitali i Beratit, atje na erdhën gjithë me shok, me komandë, me gjithë që na shikonin. Bile atje i thash edhe ka vdekë. Bënd edhe shaka. Mund ta tregoj edhe atë? Po tregojeni. Ne këto duam. Në spital në Berat, ishim në një dhomë, ne të dy, edhe ishte edhe një ushtarak tjetër, më duket ushtarak ishte edhe ai. Edhe instruktori në fakt, kur zbriti nga avioni, i vajti shpatulla në vend. E futi? Ja, si duke do fut shpatulla në vend. Kur erdhi na mori makina e lëshimit, me makinën e lëshimit të avionëve, ajo na mori, a i ndesi drita dhe i bjendë burijes. A i që do më thënë që të hapni rrugën, se ishim në fund të pistës, do vinim në fillim. Se aty ishte vendi ku ishë ndronim pilotët e të gjithë. Instruktori zjati dorën tha, mos ashu, mos i ndis drita ta, mos i bërë burisë, i dolli prap shpatulla. I dolli në atë moment. E mirë, tashin në spital,
instruktori ishte mirritur, kishte vjen një e fejuar ai shokut të këtij të grupit. Ajo vjen bashkë me një shoqe tjetër për të parë, se këtë shok grupi këta ishte i fejuar. Edhe më vonë ajo e njofa edhe unë se ishte në lagje me nusën që mora unë, edhe takojshëm shpesh, të lidhur se nga një. Edhe tani e pyesin ato, i thonë, o Delo, po vetëm ishe? Jo, tha, ky isha bashkë me një kursant. Po ku është kursant? A, kursanti vdiqë, tha ky. Ato të shketat gjynasi ka vdekur s'ka. Pastaj në fund kur do ngriheshin, tha, takojnë këtë kursantin, pasi gjyna.